Ka një bestritni të vjetër shqiptare që thot: kur dëgjon dikë të therras emrin në mënyrë të lehtë, të butë, gati si pëshpëritje dhe nuk ka askush aty mos u përgjigj, sepse ai që të therret nuk të kërkon, të teston. Skena nis natën në një shtëpi krejt të qetë. Ora ka kaluar 3 e mëngjesit dhe është ajo qetësia e rëndë që të bën të ndjesh çdo tingull. Personi është vetëm në dhomë duke shikuar diçka në telefon. Papritur dëgjon dikë ta therras. Hey, një zë i ulët, i butë, i ngjashëm por jo i saktë, sikur dikush po provon të bëjë zërin e njeriut. Ai mendon se është imagjinat, vazhdon çfarë po bënte, por pastaj zëri vjen përsëri. Eja më dëgjon? Këtë herë më afër, shumë më afër. Ai ngre kokën ngadalë. Dhomës nuk i ka ndryshuar asgjë, por ajri është bërë më i ftohtë, më i trash, si zë që vjen përmes murit ose përmes diçkaje tjetër. Ai shkon drejt derës. E hap. Korridori bosh. Kthehet në dhomë dhe në momentin që mbyll derën zëri ndryshon. Nuk është më i butë, është më i qartë dhe thërret me emër. Emri i personit Hajde. Zëri është pothuajse imitimi i një njeriu që e njeh, por diçka te theksit te ritmi nuk është njerëzore. Si të flas dikush që s'ka mësuar kurrë si flasin njerëzit. Personi dridhet, por nuk flet, nuk përgjigjet. Atëherë zëri fillon të afrohet pa hapa. Vetëm zëri lëviz. Pse nuk po më flet? Pse nuk më sheh? E gjithë dhoma fillon të duket më e ngushtë. Hija në qoshe duket më e gjatë. Drita e telefonit pulson. Pastaj shumë pranë veshit të tij. Aq afër sa ndjen një frym të ftohtë që i prek lëkurën. Nëse përgjigjeshe do hyja. Ai ngrin, nuk lëviz. Zëri hesht. Ajri ngrohet ngadalë. Dhoma qetësohet, por ndërsa ai përpiqet të marrë frym normalisht. Në mur pas shpinës së tij, shfaqet për pak sekonda një hije e gjatë e shtrembër si formë që po largohet. Dhe bestritnia thot: ata që të therrasin vetëm një herë janë kurioz. Ata që të therrasin 2 herë po afrohen, por kur të therrasin me emër, ata tashmë të kanë gjetur.